Pra mendoni ju kjo nuk ka karakter dimension politik, po ka dimension personal. Dimensioni është politik. Ato që bën autoritetet greke ndaj meje nuk e kanë përthjesht nga qytetarët e Aton Hoxha. Unë jam askushi për që ka që rëndësishëm që të merret thash një vend i Bashkimit Evropian. Por e bën si një mesazh të qartë për të dëshmuar të tjerëve mbas meje, kolegët mi, që nëse guxoni të merrni të pengoni interesat tona. Pra interesat e Greqisë në territorin e Shqipërisë, pasojat do të jenë mbi ju dhe një ndër pasojat janë pikërisht të gjë. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi pika tjetër. Kur mbas ju mediatizua kjo që bën, që është një gjë e përsëritur, dhe autoritetet shqiptare sërish, unë kam pasur jeni kontaktuar nga autoritetet shqiptare? Kam pasur vetëm një telefonat me ministren e jashtme. Çfarë ju ka thënë? Të cilën e kam njoftuar të parë në fakt, sa më ka ndodhur kjo gjë, më ka thënë që kanë ngritur një ekip po merr me këtë çështje. Ambasadës në Athinë ata nuk i kanë dhënë një përgjigje. Në fakt ka kërkuar shpjegim ambasada jonë? Po ambasadë, siç më tha ministri, domethënë, por nga ana tjetër ai tha që kjo është një çështje që autoritetet greke kanë një qëndrim edhe në të kaluarën problematik. Megjithatë unë kërkova që Republika e Shqipërisë të tregojë minimalisht integritet, të tregojë që është një vend i cili vërtet aspiron të hyjë në Bashkimin Evropian dhe unë jam një njeri që jam penalizuar, jo se ka një çështje penale në drejtimin tim në Republikën e Greqisë, por jam penalizuar për qëndrimet që kanë mbajtur në favor të vendit tim, të simboleve të vendit tim, të bashkëdhetarëve të mi, qytetarëve shqiptar. Pra, unë kam mbrojtur Shqipërinë, nuk kam cënuar Greqinë. Unë jam marrë brenda territorit shqiptar. Edhe pse çështjet që kam mbrojtur unë përfshin dhe kufirin detar, atëherë, pra janë çështje shumë sensitive, por janë mbi gjëra konkrete, mbi materiale konkrete. Dhe tentativa që po bëhet 48 orët e fundit për ta sfumuar ngjarjen, për ta hequr nga një vendim politik i shtetit grek, sepse në vetvete unë si drejtohem dot asnjë gjykate, ai është vendim administrativ. Pra nuk është vendim gjyqësor. Qartë. Ai është vendim administrativ i një qeverie, i një shteti. Dhe duke u munduar ta sfumojnë, çfarë thon? Gjë që tha dhe zoti Beleri këtu, ne të gjithë dëgjojmë, që pretendimi i tij është që unë jam penalizuar për shkak të një foto që kam bërë me simbolin e shqiponjës, kam dalë me pozicion, tek ura e famshme e Konicës, e bërë e famshme që nga koha e Alipash të Pelenës, e pashallakut madh të Janinës, nëna e Alipashës rrjedh Hankua, rrjedh nga Konica, unë kam shkuar atje, në atë qytet, kisha shkuar si emigrant, dikur kam kaluar nga Mali, si emigrant. Edhe sa herë kaluar në Leskovik, ka i qyteti atje më tërhiqte vëmendjen nesh historik, kujton fai Konicën e madh. Konica si qytet me Leskovikun kanë dhe lidhje bashkë, kanë dhënë, kanë marrë dhe për një pjesë të gjatë të historisë tonë, pra ka qenë derisa na shkëputën, pra ka qenë pjesë integrale e Shqipërisë. Dhe duke patur dhe këtë lloj, si them unë, njohurie për të, thash, po shkoj, ta shikoj dhe bëra një foto. Dhe foto ku është bërë? Është bërë në cepin e urës, mbas asaj është një fortifikate e vjetër, dhe mbi atë është flamuri grek. Dhe unë kam bërë foto me shqiponjë dhe kam shkruar në status. Në datën 6 janar të vitit 2024, pra kishin kaluar 5 vjet nga rasti Kacifës i 2018-s, dhe të testoja dhe kufirin na mund të hyja unë dot në rrugë toksore dhe zgjodha doganën e 3 urave. Është doganë shumë e vogël, kaloi shumë pak njerëz dhe thash, nëse mund ta zgjidh kollaj, mund të marr përgjigje aty, sepse dhe policët aty janë më familjarë se kam shumë kohë të merren me ty. Dhe ashtu më rezultoi vërtet. Dhe në datën 6 janar të vitit kaluar, unë kam shkuar në Konicë, kam qëndruar, pra kam vizituar qytetin, kam ngrënë një drek, kam shkuar në disa vende historike të qytetit dhe aty bëra këtë foto. Mbas më është dhe flamuri grek. Dhe unë në status tem, kam bërë status Facebook. Në këtë vend që prej 150 vjetësh val vitet vetëm flamuri grek, tu duhet ishte edhe flamuri shqiptar, them, për shkak të historisë dhe së kaluarës së këtij qyteti, por meqenëse se nuk është flamuri shqiptar, po mundohem që shqiponjën ta bëj vetë dhe kam bërë gestin e shqiponjës. Kjo foto është hedhur në status. Kjo mendoni se ka qenë edhe një lloj indicie? Kjo po thohet, jo, kjo u gjet tani se kanë gjetur në Facebookun tim të. Madje edhe kur e kam publikuar unë, disa media, portale nacionaliste greke, sepse edhe ata më kanë mbajtur në vëzhgim gjithkohës, thoshin ja, kush e ka lejuar këtë të vinë në Greqi dhe të bëj këtë gest. Ndërkohë, kjo tani nxirret si pretekst, unë ta kam nisur regjia dhe mund ta shpalosi foton, fiks dhe datën kur është bërë dhe orën, dhe tani thon, statusi i padëshirueshëm, pra unë po bëj rrezik dhe kërcënim për endin kushtetues të një vendi Bashkimit Evropian,
që ka një fuqi të madhe dhe fuqi ushtarake, për bëj unë sepse bëj shqiponjën te ura e Konicës, qesharake. Në fakt, ajo që tha zoti Bejleri dhe tani nuk gënjeon si Bejleri, thjesht, si qytetari Bejleri, si shtetasi shqiptar Fredi Bejleri, por si eurodeputeti i Republikës së Greqisë dhe si shtetasi i Republikës Greqisë Fredi Bejleri. Se i ka shumë të gjata emrat, s'kemi kohë të merremi, pa i ka Alfredis, Fredis, ku diun